Ecë rrotulloj atë zemë? Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin ton Solea Family. Bravo Solea, unë jam Armela, Solea është aty, bashkë me mua, e cila do dali edhe ajo në video. Ne sot ishim, sepse si që thash edhe në video më përpara, unë bëra analizat dhe ne shkuam për të marrë përgjigjen e analizave dhe kisha dhe konsultën me doktorin për sa i përket analizave. Por këto do ta them pak më mbrapa, se si dolën analizat. Tani do ju bëj një market haul. Ne ishim tek Müller. Pam aty që ishte një radhë e papare dhe tha që ka ndodhur, kishte të lëmbaci aty jashtë. Edhe Müller bëri një restauruan të gjithë dyqanin edhe u bë hapja e madhe si duket do ketë qenë sot. Edhe të gjithë njerëzit po prisnin aty jashtë, sepse ata po shpërndanin dhurata. Kishin vendosur një rrotë të madhe, rrotulloi atë siç e pati edhe në fillim të videos. Edhe ne morëm të dyja dhurata, Solea edhe unë morëm dhurata. Solea mori këtë topin dhurat, edhe këtë të llombacën, gjithashtu, dhe ajo goca edhe këtë gjën. Kështu kjo është që hedh, duket që luan kështu, nuk e di tamam. Po, që luan lëndine, ndërsa unë mora 2 si këto karamele. Edhe një për mua. Thuj halo Solea? Halo. Unë mora 2 si këto karamele. Edhe unë një për mua. Këtë, kjo është një dush gel. Edhe një për mua. Unë kam edhe një si kjo. Tani, sot ishin të gjitha gjërat tek Müller, të gjitha produktet e artikujt ishin me 20% zbritje. Kishte jashtë mase shumë njerëz, edhe unë mundova të merja aq sa mundesha disa gjëra të vogla, sepse me Solean ishte shumë e vështirë të lëvizje nëpër të treja katet e Müllerit, edhe të bleje gjëra që ti do doje mase. Sot kemi një nails. Tani Solea po tregon se ç'a mori atje, ka marrë këto thonjt, i ka hapur lozi rrugës, po i ka vendosur. Ka marrë këtë pakon, se çfarë morëm te Müller. Çdo produkt, siç thash, ishte me 20% ulje. Që ka marrë Solea, nuk e di çfarë është kjo. Çfarë është kjo moment, dale? Kjo është një shkum për tular, e ka marrë Solea. Po. Ky është një çaj që mund të bëhet edhe i ftohtë, e pash atje e mora, unë nuk e pi çajin fare, por me që bëj edhe i ftohtë, thash ta marr ta provoj, domethënë. Të morëm për veten time, kjo është një ruaz që vendoset tek dora dhe ka një zemër, edhe këto që shit shumë e bukur tani për stinën, edhe e mora. E dikte. Kjo është Po të hequr unë. Për të hequr pikat e zeza të hunda. E pash atje edhe këta e mora, domethënë budalli që ka marrë se me që është me 20% ulje ato, thash hajt po i marr. Doja një krem dielli, në fakt edhe kam përdorur atë të Beauty of Johnson dhe ai më pëlqeu shumë, domethënë më rrinte shumë mirë në fytyrë, por kësaj radhe mora këtë të Mishës, këtë Aqua 50-ën. Dhe kjo është shumë e bukur, edhe këtë kam qef, ishte një pink edhe një kështu, me gjyren, edhe këtë gjyren. Nuk e di se si do më rri kjo. Shpresoj të rri mirë, kam parë shumë review të mira për këtë, edhe me që ishte më ofertë e mora. Ndërsa kjo që tregoj Solea është për syt poshtë, që jep shkëlqim dhe për radhët e zinj të syve, kështu si roller. Kam 2 gjëra për të thërë. Këtu një gjë këtu afër në ato lëvina, edhe këtu kemi tatu për beba, për mua, dhe prit, e kam dhe këtu një gjë këtu poshtë. Po, Solea ka një gjë për të thënë. Tani që mora tjetër, mora këtë maskën me aloe vera, që më pëlqen jashtë masë shumë, ma hidraton fytyrën shumë. Edhe unë kam këtë les fundi gjë. Është këtu në të rajnë. Po, tregoje Solea që është? Po, këtë e bleu Solea për veten e saj. Po, që është kjo? Një libër, një çantë. Libër, edhe shkon. Kjo është një libër me figura, me ngjitje, me këto disa modele. Edhe i vesh ato modelet me ngjitje, se kanë ato veshjet e tyre. Ja, shko si e ka veshur Solea. Këtë e donte dhe e mori.
Këtë edhe kjo e kësaj firmës Misha Korane janë të mduket të Pa që nuk du dali me na video, du dali që na video. Do dali, po tani do luaj pak Solea. Kjo është një maskë relaksuese, qetësuese, hidratuese, diçka e tillë. Ishte me këtë çajin jeshil, me këto gjetet e çajit jeshil. E pash aty te raftet që ishin disa nga këto maska nga kjo firma. Edhe kjo ishte edhe 3-4 të fundit. Edhe thash po e marr dhe unë një këtë, me që pas kanë marrë njerëzit këtë si maskë, dhe thash po e marr dhe unë ta provoj. Një larës i kësaj firmës Dr. Beckman për të larë furrin, sobën, grilën, këto gjërat kështu. E fundit që kam marrë është kjo shampo e Solea, se dini ju që unë përdor këtë shampon të kësaj firmës, sepse është për lëkurat e thata, sensitive. Edhe më po, edhe më pëlqen shumë kjo, edhe kremin e trupit se kjo e ka. Solea do dali prap tani nga video, hajde Solea hajde. Ja të kjo është edhe Solea prap. Fatura sa kam paguar dhe sa kam kursyer. Kam paguar 51 euro, 51 euro e 63 cent, edhe kam kursyer 12 euro 92, gati 13 euro. Okej, super mirë do të thënë, ja blente sot, të shkoje te Mülleri, të bëj disa blerje. Doja në fakt të bleja edhe parfume kështu, por kishte aq shumë njerëz sa që po hallakatesha atje dhe vajte shumë vonë, unë vija po na merte, edhe doja të shkoja edhe në supermarket. Kështu që e mbylla me kaq, aq pak gjëra sa kam marrë dhe kam kushtuar 52 euro gati. Imagjino, domethënë të isha zgjatur më shumë atje pa 100 euro nuk do dilja. Kjo është për sa i përket Müllerit. Tani ne ishim edhe te Kauflandi, do ju bëjmë të dyja bashkë me Solean, edhe një supermarket haul nga Kauflandi, sepse më ka marrë shumë malli. Tani siç po thoja, do bëjmë edhe një supermarket haul bashkë me Solean, e cila po do fshihem këtu poshta që mos më shikoj mua njerita. Edhe besoj se do dali tani një Peekaboo. Edhe do bëjmë një supermarket haul të dyja bashkë, sepse na ka marrë. Ka dhe goj tatuin tim. Po, tatuin që morëm te Müller. Bravo. Prit. Më shosh çik më afër mami. Dale këtu, hajde hopa me mami. Shtë çik afër. Ta dëgoj në afër. Okej, ujëm të çik afër shkon. Ja dhe tatuja e Soleas. Bravo Solea. Fillojmë tani nga supermarket haul, sepse ka shkuar mbas dite, nuk e di sa është ora tani. Do jetë ora 3, më duket, nuk e di, edhe ne nuk kemi ngrënë drek, kështu që fillojmë nga supermarket hauli. Solea na trego pak mami se çka kemi marrë neve. Strawberry, dule shtrydhe, banane, vajulli, shumë mirë. Kiwi, bravo. Kos. Bravo, të jap mami kështu se mos të kthesh. Jo, gjath. Një djath, rri këtu ti se të jap mami, rri vetëm drejt, që mos të lodhësh. Mandarin, këtu. O, te vetëm më thonë. Ves. Po. Qashka? Mashurka, më duket si shumë këtu. Mashurka. Unë dua të një shpageti ndoto. Shpageti. Barilla. Barilla shpageti. Këto nuk janë spageti, këto janë... Barilla e kanë emrin makaronat. Barilla shpageti. Barilla spageti janë këto, mami. Këto janë spageti, këto makaronat e gjata që janë spageti. Kjo është buka që në mami. Buk për babin edhe mami. Qep e njom. Karot. Djati që ka që Solea shumë qef. Pecorino Romano e ka Solea shumë qef të. Mish. Ky është mish vici. Peshk. Një peshk.
për mua po? Po kekse me kakao. Kekse biskota me kakao. Kos për mua dhe mami. Ky është kosi im dhe ky është Kosi. kos grek pa laktozë, është shumë i mirë. Kush ka Edhe unë po riva një herë. E ke provuar dhe ti po. Kush ka probleme me laktozën, ka dalë re kjo tani se më përpara nuk ka qenë. Versioni i kosit grek pa laktozë është super i mirë. Super mirë. Mish. Këto janë krapule, nuk ka marrë asnjëherë hera e parë. Do shikoj në recetë dhe të shikoj si mund t'i bëj këto. Prefer të kuqe. Gjatë. Një djatë tjetër, mora 2 se Solea e ka shumë qef. Si thash? Nga garoferi, kemi 2. Po qa është kjo? Është këto kështu këto, ishile kokra. Si ka në emrin këto? Pizdele. Just baby. Një kos tjetër për Kos. mua. Edhe kjo qëtërisht për mua, kjo qëtërisht për të. Orë me të hajmë të dy të drojmë kosin. Qibuk. Me kikerik. Bajame me krip. Bajame me krip. Qibuk me kikirik. Qibuk me kikerik. Unë du të si mami jo si. Falë. Prap një kos. Prap një kos. 3 kosa. Buk. Për Solean. Për mua dhe mami. Mua. Babi, se mami nuk e ha fare dhe babi nuk po e hate. Kosin e tregove këtë kosin? Po. Kosi grek. Kosi grek. Edhe? Qumësh për mua. Qumështi për Solean. Paqim, në staroni të bëni YouTube-in. Paqim, në staroni të bëni subscribe. Edhe në staroni neve është Solea Family. Paqim. Shumë mirë, mami, bravo, Solea. Në staroni shumë puqim. Paqim. Do të thënë nuk i thash asnjë gjë, e di vetë, e thot vetë. E ka mësuar dhe Solea tani, është bërë një YouTubere e vogël. Doja të tregoja edhe çmimin e gjithave gjërave që ka marrë. Po, 12, të shkon 12 edhe 13, paqe. Kanë kushtuar 80 euro, 65 cent, të gjitha këto, se s'po mleja Solea tani. U jam me një karik. Tani këto ishin gjërat, do gatuaj diçka, do ham... Edhe unë du lozi. Solea do luaj. Me këtë libri. Me librin që mori, e ka shumë qef atë librin dhe ka ndenjur gjatë gjithë rrugës dhe ka luajtur vetëm me atë librin, nuk ka ndenjur mirë, doja të thoja. Ndërsa unë do gatuaj diçka tani. Po unë shkoj pa telefon. Jo, nuk përdorin telefone. Jo, vetëm mami përdor telefon. Mami do gatuaj diçka dhe do shihemi pak më vonë. Paqim. Unë do bëj një sallatë për vete, lava e griva e kam këtu, edhe brenda do t'i kri një qep të njom, trangu, domate, do t'i hedh qiqra, do t'i hedh misër, edhe do t'i shtrydh limon. Kam vendosur edhe një fet buke për të thekur, do t'a vride atë copa të vogla, kubike brenda tek sallata. Edhe më pas do t'a konsumoj vaj ulliri e këto qikoqa mund t'i hedh brenda ndonjë gjë tjetër. Këtë do e bëj për veten time, ndërsa Solea po vini, hengri një brecel, edhe hengri edhe një bezë në ato Kinder. Edhe nuk ka Orex fare tani në fakt. E donte atë vezën Kinder, e mori atje me zor domethënë, edhe hengri. Nuk kam qa bëj tani. Më vonë pastaj do gatuaj se do bëj gjell edhe kur të vijen sidi, edhe pjesën tjetër nuk i di sa do dali për nesër ose për darkë, dërsa tani thash me që ka vajtur ka shkuar ora goxha vonë edhe unë pastaj kam edhe stërvitje
Tash tani të bëja diçka të lehtë, se nuk bëj dot stërvitje, pastaj më kam shumë problem kur kam ngrem goxha sasi, do të thënë nuk bëj dot stërvitje. Edhe po ha vetëm këtë sallatën. Jam gati pastaj për stërvitje. Më pas do bëj edhe gjellën për ensidin, që ta ketë gati, mbase ha edhe soleja. Kam dëshirë ta bëj me ato mashurkat, me pak patate, me atë mishin e viçit. Do thoja që parë, kur isha tek Müller, doja të pyesja për diçka, edhe ishte një zotëri atje, një burrë, edhe e pyeta atë burrin. Ma tregoje i, domethënë, ja dhe soleja erdhi këtu. Ma tregoje i dhe pastaj e dëgjoj që po flisja unë shqip me solejan, edhe më tha mua shqiptar jeni ju? Po, edhe shoh shqiptar. Edhe tha se si dija, tha se do kisha folur shqip, tha. Po thashun asu nuk e dija që ishit shqiptar. Ishte nga Tetova, shqiptari i Tetovës. Përshëndesim të gjithë nëse na shikojnë nga Tetova. Shumë dashuri për të gjithë juve. Zotëria ishte shumë i sjellshëm. Edhe diskutuam pak aty, po më pyeste mua sa kohë keni këtu, me çfarë merreni, çfarë bëni. Edhe më tha mua nëse ke nevojë për ndonjë diçka, më pyet gjithmonë, unë jam këtu. Kështu diskutuam pak aty disa muhabete me atë. Ishte shumë pozitiv. Në fakt, gjatë gjithë kohës më kanë përshëndetur persona shqiptar, edhe pse nuk i kam njohur, më kanë përshëndetur. Kam patur gjithmonë kontakt të mirë. Soleja, arri pak drejt tani, lutem. Kështu pra, përsa i përket atij zotërisë tek Müller, sa mirë do me thënë kur takon njerëz të tillë, të sjellshëm, me edukat edhe të respektuar, së bashku një bisedë goxha të mirë. Edhe doja ta ndaja edhe me ju. Tani unë e bëra gati sallatën. Do jetë edhe kripën me vaj ulliri me limonin, do ju a tregoj se si do dali rezultati. Ja se si duket edhe sallata ime me misër, domate, qep të njom, kastravec, qiqra, buk, nga kjo buka e theka këtë, buka e zezë. Dhe tani do ta konsumoj se më ka marrë shumë uria. Edhe nuk kam shumë kohë, se pastaj do bëj servite siç u thash. Tani unë më shkëputa pak më vete, sepse siç u thash, sot isha edhe mora përgjigjen e analizave, i kam të gjitha fletët këtu, kam bërë një si tip check-upi të përgjithshëm për të parë se si janë të gjitha normat në trupin tim. Kur ishim në gusht në Shqipëri, i bëm analizat atje dhe dolën okej, disa gjëra mirë, disa gjëra jo mirë, me sa më kujtohet, edhe duke qenë se kohët e fundit jam ndjerë shumë e lodhur, e kam thënë në videon e fundit, nuk kam patur fuqi fare dhe thash të shkoj një herë se mbase është diçka që nuk shkon në trupin tim. Bëra këto analizat e përgjithshme, këtë check-upin, edhe i kërkova ekstra doktorit, i thash që të lutem më bëj edhe analizat e vitaminave, se mbase kam mungesë vitaminash, nuk e di do me thënë se ku qëndron, edhe e bërë edhe këtë analizën e vitaminave. Përgjigjet i mora sot. Fatmirësisht, analizat e gjakut kanë dalë shumë mirë, çdo gjë është brenda normave, siç tha doktori, i pa të gjitha këto dhe i ke shumë mirë, tha. Gjakun e ke shumë mirë, edhe organet e tjera i ke mirë, që dalen të këto analizat e përgjithshme. Vitaminat i kisha në rregull, vitaminën B12 e kisha goxha në norm, e kisha super, do me thënë B12-ën, vitaminën D3 e kisha shumë mirë, magneziumin e kisha shumë mirë. Problemi qëndronte tek hekuri, i cili ishte në normat e minimales, ishte pothuajse në zbritje, po shkonte në zbritje hekuri, drejt minimale siç e thash. Zinkun e kisha poshtë normave, kishte zbritur në minimale, hekuri ishte në normat e minimales edhe pak zbret, ndërsa zinku kishte zbritur ndërkohë, isha me minus tek zinku. Në konsult me doktorin, ai tha që mbase më mirë është që neve të bëjmë një
infuzion direkt në trup edhe ti marrësh këto vlera që ke me mungesë, ti marrësh direkt nga gjaku, edhe është një mënyrë më e lehtë dhe më e shpejtë, edhe ndjehesh direkt pastaj në formë, nuk i ke më këto probleme. Kruajti në recetë do marr si fillim hekurin, e ka marr këtu këtë kuti në farmaci, edhe do shkoj javës tjetër te doktori dhe do ta marr direkt tek gjaku, tek krahu. Nuk e di si është kjo kutia, ta hap të shikoj. Aja tek është. Aja se si duket. Këtë do ta vendosin direkt në gjak. Ta bëj atje te klinika te doktori. Pastaj mbas një jave ose 2 javësh, ky është hekuri. Injeksion. Mbas një jave ose mbas 2 javësh, pastaj do shkoj për zinkun të cilën e kisha në fakt me minus. Pra këto të dyja kishin dalë jo mirë, të themi, ndërsa të tjerat ishin shumë në rregull. Një këshill edhe për të gjithë juve, jo thjesht nëse keni simptoma ose ndjeni të pafuqishëm si puna ime, por shkoni për kulturën tuaj, për kujdesin ndaj vetes, shkoni dhe kërkoni t'i bëni analizat tuaja, sepse duhet një kontroll i shpesht i vetes. Minimalja është të bëjmë këtë check-upin dhe të shikojmë gjakun dhe normat më të thjeshta që mund të bëhen nga analizat e gjakut. Pastaj kontrollet më teshme janë të pafundme, por që nga këto analiza duket pak a shumë edhe gjendja shëndetësore e përgjithshme e trupit, siç e bëra unë në këtë rast. I thashit e doktorit për shkakun që shpeshherë ndihem e lodhur, e kputur, kam dhimbje tek gjunjët, tek këmbët, dhimbje muskulare kështu. Edhe tha doktori, nga mungesa e hekurit për shkak në këtë rast dhe e zinkut i ke edhe këto simptoma. Tani do ta shikojmë, do ta provojmë mbas kësaj se si do ndjehem. Siç e thash, analizat e gjakut janë të mbuluara nga sigurimi shëndetësor, ndërsa këto vitaminat që bëra ekstra me vete kërkesë do t'i paguaj vetë edhe besoj në këto ditë duhet më vijë edhe faturat e shtëpia, nuk e di se sa do kushtojnë. Do ju tregoj kur gjithçka të ketë ardhur dhe të kryej edhe pagesën. Më duket se 40 euro bënte edhe kjo infuzioni që do ta bëjte doktori. Edhe 10 euro kushtoi kjo kutia që bleva në farmaci. Ndërsa lekët e tjera për infuzionit do ta paguaj atje te doktori. Tani doja t'ju tregoja edhe një shenjë hol, sepse kisha porositur para disa javëve disa gjëra për Solean edhe për vete dhe ato erdhën sot. Jemi këtu, po ju a tregoj dhe ato. Qeskën e ka hapur Solea. Kështu që po i marr rrobat një nga një t'ju ja tregoj të shikoni edhe ju. Janë disa gjëra shumë të bukura për Solean. Po i filloj me këto kpucët, me këto pupat e Soleas, janë shumë të bukura, me këto detajet kështu gold edhe me këto lulet, me zemrat këtu, më pëlqen shumë. Edhe Solea si rini shumë mirë. Tani ky është një fustan për Solean. Kush ka fëmijë e ka parë të paktën një herë atë kukullën Ladybug. Ja dhe Solea atje, e ka parë të paktën një herë të kukullën Ladybug dhe kjo është fustani i Ladybug. Solea ka shumë qef atë, i ka pas blerë edhe kostum, bluzë, mëse i. Edhe ja, është fustani shumë i bukur, materiali është i mirë. Kam edhe unë duha të tregoj një gjë. Ha, tregoje. Ashtu. Këto i zgjodhi Solea, edhe këto vendosen shumë brapa te koka. Edhe duken shumë bukur kështu, si kuror, por edhe tani edhe këtu, edhe këtu brapa. Jo, përpara nuk e ve vetëm brapa. Nga pjesa mbrapa e kokës edhe duken shumë bukur, domethënë shumë lezetshme për Solea, nuk është. Edhe kështu. Po. I bën shumë. Për muzikë. Kjo pra. Prit. Kjo fustania është me macë për Solea. Me macë. Zgjodhi Solea edhe e këtë. blu e unë buqelli. Ngjyrë boqelli, po. Edhe kjo e bukur e lezetshme, masa ka ardhur fiks, se mbaj mend vjet kam porositur për Solean edhe i ktheva gjitha mbrapsht sepse erdhën shumë të mëdhaja, por këto kësaj radhe kanë ardhur okay. Po, shiko sa të bukura që janë këto pantallona. Kam edhe këto puca të zezë. Po i tregova mami.
Sa të bukura këto pantallonat e Soleas, si ky materiali kështu, si mëshinë si janë këto. Kemi edhe gjë. Pujama. Shumë të Kemi një bukura. pujama. Po ato janë mami. Tani këto janë një palë, nuk e di se si janë porositur këto, por që janë një palë streçe kështu Por të Solea. zeza, por Solea, po. Alo, Me u jam një gotë. stil cowboy U këtu po në jam fund. në shtëpia ime dhe e spaçi. Edhe këtu janë të hapura të çara, po shumë të bukura. Nuk e mbaj mend të kem porositur këto, domethënë, por që edhe këto mirë janë për Solean, të lezetshme. Lezetshme. Porosita edhe kështu dy palgeta, Po janë një okay. palë të zeza, një palë të bardha, por që janë shumë të vogla për Solean nuk i bëjnë. Po jo, unë ma ben. Edhe kjo bluzja për Solean, i rrinte shumë bukur me këto krahat kështu, i shkonte jashtë mase shumë. Solea kohët e fundit është fiksuar, edhe do dhe ajo të ketë robe kështu të zeza, por që i shkojnë edhe jashtë mase shumë edhe Soleas. Paçi. Me këto. Paçim Solea, me këto pantallonat, me ato getat të zeza ose të bardha, mund ta veshi, por që ato ishin të vogla, edhe me këto kucët. Dhe ishte një super outfit i bukur, por që do shikoj për këtu pastaj në Konstancë dhe do i blej këtu geta të bardha ose të zeza. Tani fillojmë nga blerjet e mia. Kam porositur një kostum gjumi sërish dhe isha i fiksuar, doja ta merja kështu me viza. Edhe e mora një me vija kështu edhe me zemra. Ja si duket. Ky materiali i këtyre kostumeve, siç është ai tjetri që kam unë, janë një lloj. Duket pak kështu si i bezdisshëm në dorë, por që është shumë i lehtë edhe i freskët, më pëlqen, pastaj si rri. Këto tutat, ja edhe tutat. Në fund të kemzat kështu. Porosita pastaj për vete një kostum me krah të shkurtra. Bluzja duket kështu. Edhe tutat janë kështu të thjeshta, me vizë anësh, edhe këto më bënin. I provova, porosita edhe një kostum për stërvitje, që ka këto streçet. Streçet duken kështu, nuk i kam provuar këtë, po e di që bëjnë këto se streçet bëjnë. Ka këtë si badi poshtë, kështu e vogël, kanatiere shkurtër, edhe këtë kanatieren nga sipër. Kështu. Si ka kjo prit? Kështu. Nga mbrapa duket kështu, edhe nga përpara kështu, me këtë kanatieren shkonte kjo. Me këtë ngjyrë mora, kishte edhe me ngjyra të tjera, por mora këtë ngjyrë. Sepse të gjitha ato kostumet që kam parë tek Sheni për të bërë stërvitje janë me streçe dhe me pjesën e crop topit, pjesën e sipërme. Dhe i gjithë barku pastaj është jashtë, jo i gjithë, por pjesa e barkut diku këtu poshtë është jashtë. Unë kam si ato kostumet, por nuk më pëlqejnë ato se kur bëj stërvitje, bëhem me djers, edhe nuk e duroj dot djersën ashtu në trup të më ftohet ashtu. Prandaj dua që të vesh bluze ose kanatiere komplet i gjithë trupi në mënyrë që djersën ta thithi kanatierja ose bluzja, se ndryshe ashtu ftohen, domethënë nuk e duroj dot. Prandaj porosita këtë lloj kostumi kështu me këtë kanatieren. Këto ishin edhe gjërat që kishin porositur tek Shein, po i kam treguar të gjitha. Nuk e di pse zgjati kësaj here kaq shumë, 2-3 javë kjo porosie. Shein zakonisht kanë ardhur goxha më herët. Gjithsesi, jam e kënaqur me produktet që kanë ardhur. Të gjitha produktet na bëjnë. Në fakt këtë fustanin e Soleas nuk e kam provuar. Këtë të Lady Bakut, këtë tjetri e di që i bën, ato pantallonat dhe bluzën e provoj Solea i bënin, vetëm getat nuk i bënin, po s'ka problem se getat janë marrë për një çmim, nuk e di sa pak 2 euro besoj. Edhe s'po i kthej fare, domethënë ato s'ka problem.
doja t'ju informoja edhe rreth provimit tim të nënshtetësisë gjermane, ose ndryshe provimit Leben in Deutschland në gjuhë popullore siç e kemi dëgjuar rëndomt. E kam provimin tani në maj, e kam eksaktësisht të hënën, sepse nëse mbani mend në vlogun, në disa vlogje më përpara, kam thënë që kam provimin dhe ka qenë në mars. Ka qenë atë kohë në mars, për shkak siç e thash edhe më përpara, më është dashur të largohem në Shqipëri 2 herë për nga 10 ditë, 2 herë 20 ditë, domethënë s'kam qenë këtu në Gjermani, edhe një nga këto herët që u largova, hera e dytë, ka qenë në këto data, ka qenë edhe data ime e provimit. Edhe unë shkova dhe informova tek qendra atje ku bëra regjistrimin e provimit, edhe më tha ajo sekretarja që shkruaj një email përgjegjëses tek shkolla ku do bësh provimin. Unë i bëra një email asaj dhe i thash që të lutem që për arsye të pa planifikuara, të menjëhershme, më duhet të largohem në Shqipëri dhe nuk do të jem në Gjermani në datën time të provimit. Të lutem ma shtyj provimin për një datë më vonë. Edhe ajo më ktheu përgjigje dhe më tha që unë do të anulloj provimin edhe ti mund të regjistrohesh për një datë tjetër. Kështu që ajo nuk e bëri dot të mundur shtyrjen e provimit, thjesht ma anulloi provimin. Për provimin unë pagova 25 euro. Në këtë rast ato u dogjën, domethënë ajo nuk e bëri dot shtyrjen e provimit, edhe unë kam shkuar më pas, pasi mora dhe përgjigjen nga ajo, shkova atje dhe menjëherë bëra një regjistrim për një datë tjetër, dhe data tjetër ishte diku ke afërsisht 1 muaj më mbrapa, që unë e kam tani për 3 ditë provimin. Kështu që u regjistrova, pagova edhe 25 euro të tjera dhe do jap provimin të hënën. Nuk kam përsëritur në fakt më rreth provimit, por që nesër edhe pas nesër para provimin e kam në orën 2, kishte disa orare të ndryshme, në orën 2, në orën 5, në orën 3, nuk e di diçka e tillë. Provimi duket se zgjat rreth 1 orë, por që të gjithë ata që hyjnë në provim e bëjnë provimin brenda 15 minutash, maksimumi kush ka pak vështirësi e bën për rreth gjysmore. Nuk e di nëse ka njerëz që rrinë atje 1 orë për të bërë ato pyetjet, por që besoj se për të marrë jam shumë e sigurt që marr. Thjesht shikoj tani mundohem që të marr sa më shumë pikë, që të jem domethënë sa më mirë me vlerësimin, që kur të vi momenti për të bërë aplikimi për nënshtetësinë gjermane, atëherë të jem sa më mirë domethënë me këto rezultatet e këtij provimit. Se derisa të vi momenti që të aplikoj për nënshtetësinë gjermane, që duan rreth afërsisht edhe 2 vite, nuk e di se çfarë rregulli e ligjesh do të ndalë deri atëherë, por që unë do bëj maksimumin tim dhe shpresoj që të dalë sa më mirë atje. Do ju njoftoj, nuk e di se sa zgjat përgjigja e këtij provimit. Do ju informoj edhe më tej tek blogu kur më del edhe përgjigja. Kur ta marr përgjigjen do ju them që e mora edhe certifikatën e këtij provimit. Pra gjithçka edhe rreth provimit. Ju nëse keni pyetje ose ndonjë këshill për mua, mund të ma shkruani poshtë. Jam shumë gjithmonë e hapur dhe e lumtur kur lexoj komente të ndryshme edhe nga njerëz të ndryshëm, sepse shikueshmëria është goxha e lartë. Pres që të më komentoni edhe të gjithë të tjerët që më shikoni, jo vetëm të më komentoni, por të më bëni një like, edhe të bëni share video, sepse mund të kenë njerëz që ka nevojë të dëgjojnë këto gjëra. Se unë për shembull, që kam thënë edhe në videot më përpara, kur kam ardhur këtu në Gjermani, kisha shumë nevojë që të dëgjoja persona që kishin kaluar të tilla situata. Ishte goxha një lloj mbështetje për mua, edhe pse në fakt në atë kohë kam pas dëgjuar vajza që kanë qenë në Gjermani dhe flisin rreth situatës në Gjermani, si kishin ardhur në Gjermani e kështu, edhe unë i dëgjoja gjitha këto me shumë vëmendje, edhe krijoja në mendjen time ide se si ishte jetesa këtu në Gjermani, ose se çfarë duhet të bëja kur të vija në Gjermani, gjëra, rregulla të ndryshme
ose në Instagram, shikoja poste të ndryshme, i bëja save atyre posteve në mënyrë që të isha sa më shumë e informuar rreth jetesës në Gjermani dhe rregullave, sepse kur vjen në fillim këtu je shumë goxha i stresuar, sepse këtu ka goxha rregulla strikte, edhe do të dish sa më shumë rreth këtyre rregullave që të jesh për brenda ligjit, sepse është një shtet që ligji funksionon edhe ti nuk do të kesh probleme me të tilla gjëra, dhe pse jo, kur je informuar atëherë i paraprin edhe situatave të tilla. Kështu që prandaj ju ftoj të gjithëve, kush ka dëshirë t'i bëj share videos tek të afërmit, edhe një ndihmesë shumë e madhe për mua do të ishte edhe një subscribe nga ana juaj për të gjithë punën që unë po bëj, dhe në mënyrë që unë të motivohem dhe të kem mundësi të realizoj video të tjera sa më të bukura, sa më shumë informuese edhe rreth jetesës këtu në Gjermani, informacione të ndryshme. Nëse ju keni pyetje mund ta bëni, edhe unë do t'i përmbledh ato në videot në vazhdim. Gjithsesi unë ju falenderoj paraprakisht për gjithë mbështetjen tuaj, për gjithë personat që i kanë parë videot e mia, që më kanë shkruar mesazhe dhe më kanë komentuar. Ju falenderoj dhe ju dërgoj shumë dashuri. Mendoj që ta mbyll këtu këtë video. Ju falenderoj me zemër. Ja edhe Solea atje, ju puthim, ju përqafojmë, ne do të shihemi në vlogun e radhës. Shumë puthje për ju, unë në vlogun e radhës do t'jetë edhe ditëlindja ime. Shpresoj që të realizojmë diçka të bukur. Mami, torta jote do bëhet me vanilje dhe çokoladë. Me vanilje dhe me çokoladë. Ta shikojmë, do mundohem mbasi të bëj edhe unë një tort me Elzor. Do ta shikojmë edhe mbasi do mundohem mami që ta bëj vetë atë tortën. Nuk kam Dryshen ta bësh ti. Me Elsën, po. Unë nuk kam realizuar ndonjëherë torta, por do mundohem nëse kam kohë. Ju falenderoj. Miru pafshim. Do të shihemi në vlog. Shumë puthje. Dy herë puçe. Mos harroni të bëni subscribe edhe YouTube-in. Paçi. Paçi. Ulem poshtë.